Si bëhet me sukses një aktivitet i përbashkët afat shkurtër? 2 shkolla, njëra nga Strumica e tjetra nga Gostivari, realizojnë një aktivitet të përbashkët me nxënës që mësojnë në gjuhën maqedonase, shqipe dhe turke. Arsimtarët i ndajnë nxënësit në grupe të përzjera dhe u japin për detyrë të bëjnë piktura në temën shoqëri. Në kuadër të grupit, nxënësit vizatojnë dhe pastaj i prezantojnë bashkërisht pikturat e punuara në kuadër të secilit grup. Aktiviteti përbashkët i suksesshëm? Jo, në aktivitet të suksesshëm dhe efektiv të realizuar bashkërisht, nxënësit punojnë produkt të përbashkët, i cili është rezultat i komunikimit dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm. Me këtë rast, fokusin nuk e vëmë në vetë produktit që punohet, por më shumë në procesin, përmes të cilit kalojnë nxënësit. Për shembull, nxënësit ndahen në grupe të përzjera dhe marrin për detyrë ta punojnë trungun e shoqërisë nga materialet e ricikluara. Synimi duhet të jetë që për disa orë të punohet një trung sa më i madh dhe më i bukur, ndërsa fituesi do të vendoset nga një komision i përzierje arsimtarëve dhe nxënësve. Nxënësit merren vesh bashkërisht se si do ta punojnë trungun dhe i ndajnë detyrat. Gjatë gjithë rrjedhjes së aktivitetit mbisundon atmosfera e lojës, ku nxënësit vazhdimisht komunikojnë dhe e punojnë bashkërisht produktin, një produkt të gjithë bashkërisht. E vëreni dallimin? Bashkëpunimi përbashkët dhe respekti ndërsjellë. Ky është integrim ndëretnik.